të turizmit. Mirë se vini të nderuar. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Do ta nisim me ju zotë Sogojeva me një pyetje të shkurtër. Çfarë gjendje e kemi sot turizmin? Po, nëse shqyqojmë përgjithësi ajo që shihet sot, do të thotë edhe nëse themi se ka një zhvillim mirëfillt të turizmit në përgjithësi, kjo është falë sektorit privat. Do të thonë krejt çka shihni është falë sektorit privat, sepse ata në mënyrë vetanake, do të thotë, me mjetet e veta, janë mundu që ato bizneset hoteliere dhe turistike t'i avancojnë, t'i ngrisin dhe në mënyrë që të përfitojnë gjithsesi thithen sa më shumë turist apo dhe vizitor, e kjo ka bëu vetën që ata duke u avancu në vetë vetën, normal që ndikon në zhvillimin e gjithë bashkëm. Nëse futëm në analiza, do thotë se sa ka ndihmu shteti, na shpesh herë, do thotë përmendim këtë që asnjëherë, do thotë në asnjë qeveri, do thotë mas luftës e deri me sot, do thotë fatkeqësisht nuk e ka pas prioritet zhvillimin e turizmit. Por u nis nga ajo që e një këtë fushë, e një këtë problematik, unë sot çuditëm, do thotë ndoshta ka pas sens që deri në 2010-ën, hade që po themi deri në 2015-ën, disa veprimtari tjenë ma prioritare për shkak se dihet jo nxënësat kanë qenë jashtë shkollës e gjithë ato. Për një vend që del nga lufta janë normale që të fokusohet në sektor më jetik. Por nuk muj me kuptu, do thotë mas 2015-ës, që edhe një nuk muj të me kuptu që nuk janë ka kuptojnë se kjo veprimtari është shumë profitabile. Edhe derisa nuk hynë në vijen si sektor me prioritet në qeverinë e Kosovës, do thotë na kemi këtë zhvillim që kemi. Këtë që zhvillim edhe njerë, po këtë të që e shohmi, është falë sektorit privat. Bile ata duhet me i falenderu shumë, sepse duke u avancu në vetë vetën, ata kanë ndiku edhe që të kemi një zhvillim mirëfillt të turizmit. Në vlerësimin e juaj, zotë Oti, pse kjo qasje e shtetit ndaj këtij sektori shumë të rëndësishëm për shumë vende të botës, sidomos edhe të rajonit, pse nuk ka një vëmendje më të madhe ndaj turizmit në Kosovë? E kemi potencuar disa herë që kur institucionet nuk e marrin seriozisht dhe nuk e vlerësojnë ose nuk e kanë prioritet në industri, atëherë normalisht që ngec. Pavarësisht që industria e turizmit është njëra ndër industritë kryesore të zhvillimit ekonomik dhe njëkohësisht është një industri e cila ka numrin më të madh të punësuarve në Kosovë, pavarësisht këtyre ende nuk e kemi si prioritet turizmin duke vlerësuar dhe duke kontribuar në të, duke krijuar politika, për shkak se ato politikat të cilat duhet të bëhen për një industri janë atë thelbësore për zhvillimin e një industrie. Pavarësisht bizneseve të cilat kanë kontribu, kanë investu, kanë dhënë ato kontributin e tyre në industrinë e turizmit, pavarësisht kësaj institucionet janë kruciale që ta shtyjnë proceset përpara, për shkak se sidomos tek industria e turizmit është njëra ndër hallkat kryesore të shumë industrive tjera që lidh pastaj. Dhe kjo pastaj do duhet që të ketë një mbështetje jashtëzakonisht shumë të madhe të institucioneve. Ne po shpresojmë si Unioni i Turizmit të Kosovës, kemi rekomanduar institucioneve që është momenti i fundit që Kosova ta ketë një ministri i turizmit. Është duke u diskutuar Ministria e Kulturës së bashku me Ministrinë e Turizmit, ku më në fund po shpresojmë që do të kemi një ministri i turizmit. Pastaj në këtë kabinet qeveritar mund të bëhet këndryshim dhe të përfshihet turizmi në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Patjetër. Kështu që po urojmë dhe po shpresojmë dhe po apelojmë që kjo të ndodhë, dhe pastaj në këtë institucion, në këtë ministri të ketë ekspert fushës, profesionist fushave të ndryshme, me qëllim që të përpilojnë plane strategjike, të përpilojnë ose të hartojnë politika stimuluese për industrinë e turizmit, me qëllim që kjo industri pastaj të ecë përpara. Ne nëse i shohim industritë e turizmit në për shumë shtete
evropiane dhe botërore janë duke shkuar me një trend jashtëzakonisht shumë të shpejt. Dhe secili shtet një farë forme po lufton që me pas sa ma shumë turist në vendin e tyre. Kështu që turistët janë pare direkte, nuk kërkojnë investime, por kërkojnë me një herë lanë pare direkte dhe kjo është shumë e rëndësishme për ekonominë e vendit. Andaj, si që kemi bë apel edhe të gjitha institucionet, por edhe në gjitha mediat, si Unioni e Turizmit Kosovës kërkojmë edhe bëjmë apel që në konstituimin e qeverisë të jetë edhe Ministria e Turizmit për shkak se është jetike dhe është shumë e rëndësishme. A jeni të përfshirë në diskutimet, bisedimet me qeverinë që sektori turizmit të bëhet pjesë e ministrisë apo vetëm jeni në fazë? Ne kemi diskutuar me akteret, me gjitha institucionet, jemi munduar që të arsytojmë mënyrën më të mirë të mundshme që duhet jetë një Ministri e Turizmit. Kjo Ministri e Turizmit duhet të jetë e përbërë prej ekspertve të fushave të ndryshme, të cilët do të dhanë kontributin e tyre profesional në zhvillimin dhe avansimin e industrisë turizmit. Unë e thash që industria turizmit është jashtëzakonisht shumë e gjerë, por njëkohësisht ndërlidh shumë industri të tjera dhe është shumë e rëndësishme për bet ekonominë e vendit dhe sidomos për pjesën e krijimit kushteve për punësim. Zoti Sokojeva, çfarë ndikimi do të mund të kishte përfshirja e turizmit në kuadër të Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit në çuarjen në një tjetër nivel këtë sektor në shtatë? Po, që nëse shiqojmë gjendjen aktuale se si që ndronë dhe të thotë mënyra institucionale ku përfshihet turizmi. Do të thonë ne kemi Departamentin e Turizmit në Ministrinë e Tregtisë, e kemi edhe KIESA, e cila merret me është agjencion për promovim dhe investim, po promovimi merret edhe me turizëm, por fatkeqësisht e ka vetëm një punëtor, domethënë vetëm një zyrtar i cili merret me të. Pastaj kemi Ministrinë e Kulturës, që merret me trashëgimi këto. Pastaj kemi në Ministrinë e Bujqësisë është një divizion sa diu në ekoturizmit. Edhe kemi në planifikimin në Ministrinë e Planifikimit Hapësiror, të thotë është diçka të vërtetë. Na kemi thonë, na gjithmonë kemi apelu, takimet që kemi pas me zyrtar, do thotë me ministra, me gjithë kemi apelu që nëse nuk është mundësia për të formuar një ministri e veçantë, nëse nuk ka mundësia, atëherë ti bashkojnë, do thotë këtë këto, do thotë në një ministri. Edhe kur është në kuadër, domethënë Ministria e Kulturës, kur është Departamenti i Turizmit, kur është kjo agjencioni kombëtar, i cili nuk koshton. Unë ka raste shpeshta, do të thonë, në çdo emision ose çdo shkrim që bëj, do thotë apeloj edhe kam apelu në çdo takim që agjencioni kombëtar për promovimin e turizmit është bazë e promovimit. Sepse na këto bukurinë natyrore, do thotë atraksionet natyrore, pastaj këtë pjesën trashëgimisë kulturore, pastaj këtë pjesën edhe historike, rrallë vende që kanë jeni të bindën, do thotë rrallë vende në Ballkan ose edhe në ato atraksione që i kemi nuk i kanë. Domethënë edhe një vend i vogël, por kemi shumë potencial. Do unis nga çikja, që kemi potenciale turistike. Duhet se këto duhet mu ngrit, duhet mu promovu. Kush e promovon është agjencioni kombëtar i turizmit. Tash nëse futet siç kemi informata që do të bëhet Ministria e Kulturës dhe Turizmit, atëherë kjo kish me qenë një lajm i mirë për turizmin e Kosovës, sepse ato grumbullohen gjitha aktorët edhe normal mu përfshi ata profesionistat, për shembull unë një shumë, se unë vetë jam njës i turizmit dhe jam profesor në Universitetin e Shkencave të Aplikuara, do të thotë në bashkën e turizëm, por unë një shumë profesor që sot bile për kuadra nuk hjekëm, sepse kanë magjistru dhe kanë doktoru në fushën e turizmit me shumicë. Pikërisht, pra vlerësoni që vetëm përfshirja e sektorit të turizmit si dikasteri veçantë në kuadër të Ministrisë së Kulturës nuk do të mjaftonte pa fuqizimin e tij përmes stafit adekuat, profilizuar dhe me kompetencë në fushën e turizmit dhe mos lejohet të mbetet sikurse dikasterët në për ato të gjitha ministri që i përmenden me nga një apo dy punëtor. Në momentin kur përmendet Ministria e Kulturës dhe Turizmit, do të thotë ajo është ministri. Do të thotë se ministri është përgjegjës edhe për kulturë dhe për turizëm. Pastaj vinë agjencionet, pastaj vinë departamentet, pastaj vinë divizionet edhe zyrtarët. Por që ky mekanizmi, do të thotë që ky staf, i cili ka mu marrë direkt do të me qenë shumë profesional. E jo për shembull partijak.
Jo vetëm se ma ka kry një punë gjatë fushatës, edhe të marrë të shtim punë. Në punë nuk shtihet, ndihma nuk japet të shtim punë njërin i cili nuk mundet me dhonë kontribut në tarmen. Prandaj kjo na ka pengu shumë. Gjeni të vinë nuk e na ka pengu sepse gjithmonë e kanë zonë vendin njerëz që nuk e kanë vendin. Dhe më thonë, nuk mëj me shku une me punu në mjekësi. Mjeku dhe, është ai tjetëri. Juristi është jurist, ekonomisti është ekonomist. E jo me shku për shumë të ka kry një punë gjatë fushatës, ose të kanë ndihmu dishka dhe të shade një të mirë të aboj, ose e mërë këshilltar, e se vjetë kur. Vetëm sa për pozitë dhe sa për pagës. Ose e mërë e fut drejtor departamenti që s'ka lidhje me atë fush, të një deri sot, i duhet ati në 10 vjetë me qëndru në departament për me mujtë me post situatin qështë. Zotërioti, u përmendën disa atraksione turistike, një numër i madh i tyre, të cilave nuk u shfrytëzohet mjaftueshëm potenciali. Cilat janë disa prej këtyre nëse mund na përmendni? Kosova ka mjaft potenciale për shumë lloje të ndryshme të turizmit që mund të zhvillohen në Kosovë. Pasi që jemi në sezonën e dimrit, po e përmendi pjesën e sezonës dimrit fillimisht, ne kemi pjesën e Brezovicës ku mund të themi që e shfrytëzojmë diku 20% të kapaciteteve të saj, duke pasur parasysh pozitën gjeografike të cilën e ka. Ne mendojmë që Brezovica duhet shfrytëzohet 12 muajt vitit edhe për atraksione dhe aktivitete tjera të cilat janë në trend kohën e fundit. E po ashtu edhe pjesën e resortit i cili është parapartë të ndërtohet në Pej, dhe potencialet të cilat i ka ky lloj turizmi pra tek pjesa e turizmit dimror. Po ashtu potencialet e turizmit kulturor janë jashtëzakonisht një potencial trashëgimia kulturore janë shumë të rëndësishme. E mos të flasim për pozicionin që ka Kosova tek pjesa e turizmit malor, pra ka jashtëzakonisht shumë potencial. Tashmë kemi shtigje të hecjes të cilat ndërlidhin Kosovën me Malin e Zi dhe me Shqipërinë, ku po japin efektet shumë pozitive, një numër shumë i madh i vizitorëve po shkon me vizitu, por kemi edhe disa lloje të turizmit të cilat ne duhet t'i shtyjmë përpara dhe me tutje, siç është për shembull turizmi shëndetësor. Ne kemi përvallë një potencial të jashtëzakonshëm ku ndërlidhen 3 lloj rrymë ashtarit dhe tashmë po tregon që është shëruese edhe për shumë sëmundje të rënda. E mos flas për rruzat e bardha të gjakut, për frymaren, për mushkrit. Dhe ne ne kemi rekomanduar që ajo zonë të shpallet si zonë e mbrojtur për turizmin shëndetësor, të krijohet infrastruktura, të qiten kriteret, kushtet, me qëllim që të krijohet një infrastrukturë e mirëfillt, me qëllim që ajo zonë tamam të shfrytëzohet 100% sa për këtë saj. Kemi tek turizmi shëndetësor, kemi turizmin dentar, i cili ka filluar me jap efektet e veta, ku ju kemi rekomanduar të gjitha agjencionet turistike që ta fusin pakete ekskluzive për vizitë Kosovë turizmin dentar, me qëllim që çfarë nuk kupton turizmi dentar? Turizmi dentar është kur ti ofron paketa turistike dhe vizitorët me pretekst të rregullimit dhëmbëve, pra vinë për të rregulluar dhëmbët dhe njëkohësisht bëjnë edhe vizita pastaj nëpër Kosovë. Për shkak se standardi i ordinancave në Kosovë është jashtëzakonisht është standardi i Bashkimit Evropian. Aparaturat janë standardit të Bashkimit Evropian, kualifikimet e personelit janë nivelit më të lartë, ndërsa çmimet janë jashtëzakonisht të lira në raport me shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe tashmë nëse analizojmë e shikojmë Shqipërinë, është u bë një boom turistik se përket turizmit dentar. Kemi turizmin e banjave termale, cilat me rekomandim mjekëve ndërkombëtar, po vinë njerëz për të shëruar qoftë në banjën e Pezës ose në banja të tjera. Turizmi sportiv ka filluar të jap efektet e veta, duke pasur parasysh që Kosova çdo ditë më tepër po inkuadrohet ose po antarësohet në organizata sportive të ndryshme, dhe tashmë kemi edhe lojrat olimpike, lojrat mesdhetare në vitin 2030, që po jap efektet e veta dhe nëpërmes turizmit po ndikon edhe në zhvillimin e turizmit të Kosovës. Pra, ka shumë gjëra të cilat ne duhet t'i shtyjmë përpara, mos flasim për problematika të cilat e kanë ndjek këtë sektor që sa vite, që duhet me prioritet kjo ministri t'i adresoj dhe
ti rregulloj, pra ti mos ti eliminoj këto problematika me qëllim që mos të merrem ne me problematika cilat ndoshta nuk do duhej të merrem, duhet të kishin kryer para 5 vjetëve, 10 vjet. E përmendet turizmi dentar, a keni ndonjë informacion rreth ndonjë numri të vizitorëve të huaj që vinë pikërisht me qëllimin e vetëm për rregullimin e dhëmbëve dhe pastaj mund potencialisht përfundojnë në aspekte tjera të turizmit duke vizituar ato? Si Unioni i Turizmit të Kosovës që kemi bërë apel të gjitha agjencioneve turistike që përpilojnë paketa turistike për Kosovën, që ta fusin paketë të veçantë turizmit dentar. Ne kemi pa që kanë filluar njerëz vizitorë të ndryshëm të cilët janë të interesuar që të rregullojnë, të intervenojnë në dhëmbët, të interesuar që të vinë për shkak këtyre që i përmenda më herët çmimit më të lirë, dhe njëkohësisht edhe shërbimeve profesionale të cilët zhvillohen ose realizohen këtu. Nëse marrim një shembull konkret sa për dëgjuesit, një person në Gjermani, nëse shkon me rregullu dhëmbët në Gjermani, do t'i kushtoj një kosto jashtëzakonisht shumë e lartë, ndërsa me 50% të kostos ai mund të vjen në Kosovë, t'i rregullon dhëmbët, të kalon 10 ditë mënyrë të organizume, duke përfshirë akomodimin, ushqimin, vizitat, shetitjet këto, dhe kjo kosto mos t'i shkoj as 50% sa është kostoja në Gjermani. Dhe këta jemi duke promovuar gjatë gjithë intervalit kohor, dhe në diskutim edhe me shumë ordinanca stomatologjike, kanë treguar që ka reflektu pozitivisht dhe dita ditës po rritet. E sidomos, kjo ka reflektu edhe tek pjesa e diasporës tonë që në kohët e pushimeve i kemi në ordinancat të cilat po e shfrytëzojnë këto ditë e vikendit pushimit që i kanë dhe po e shfrytëzojnë edhe për rregullimin e dhëmbëve. Zërsogojeva, sa vlerësoni të rëndësishme rritje në nivelit të promovimit sa i përket marketingut për format e reja të turizmit, siç u përmend turizmi dentar në këtë rast? Edhe kam fjallin edhe me ndihmën e institucioneve shëndetësore. Se me kalu të pyte, deshta me shtu dhe pak që... Pa problem. Tek ne, për fatë mirë kemi fillu që këto eventet kulturore, të si që është Saneili, pastaj Dokufesti, këto, po japin do të thëtë rezultatet mëdha, kur thëmë kështu, vetëm gjatë kohës, për shumë, sa ka qenë Dua Lipa, do të thëtë vetëm atë pjesën e së, kanë qenë hotelet të mbushura dhe stërmburë, sa që nuk ka pas mundësi në Kosovë, kanë shku dhe në Shkup, kanë shku në Tirana dhe kanë shku në edhe më lartë me bujë për shkak të numrit. Dhe të kanë qenë zëna dhe hotelet jo vetëm Prishtinë, por edhe në komunat për rreth. Nëse flasëm nga ona statistikore, na del që na i kemi dikun rreth 10.000 dhoma, plus minus, dhe i kemi dikun 20.000 shtetër. Dhe çfarë do eventi ndërkombëtar që mohat kudo, Prishtinë, Kosovë, kudo që mohat, ne kemi problem se numri i njësive akomoduese është ende i vogël. Bile, do të thotë, nuk i plotson ende kërkesat e turistëve që kanë fillu me marrë hovin. Ndërsa te promovimi, unë pak më parë për me, do të thotë, të unis nga ajo që kemi këto atraksione natyrore, kulturore dhe historike, do të thotë, nëse këto nuk promovohen, nuk shkojnë. Për shembull, potencialet turistike që i kemi bjeshtë ne me mërë dhe shotë, ato jenë pa dyshe matë mëhe. Nëse ato nuk promovohen, ose pjesa kulturë, ose pjesa historie, nëse nuk promovohet, do të thotë ato faktikisht zhdukën, vdesin. Edhe kush është tu ai kryesori? Kush mund me buket gjitha shtetet në rajon? Tu përfshi Macedoninë, Shqipërinë, Malezinë, e mos flasim për botën përgjithësi, përveç departamentit i cili merret ekskluzivisht me politika, ai e ka edhe agjencionin kombëtar i cili merret ekskluzivisht me provojim e vlerave turistike. Se këto vlera duhet më bërë. Nëse e krahasojmë agjencionin kombëtar të promovimit turizmit të Shqipërisë, ai ka bu bum. Unë se sa herë për përmendje dhe tani po duam të përmend. Do të thotë, në Panajinë e Berlinit, që Panajini më i madh në botë i turizmit. Para 3-4 vite ka shku ministra edhe ka shku kryeministri i Shqipërisë. Këtë gazetarët e botës, agjencionin kombëtar të turizmit e ka profesional, shumë profesional, se i një shumicën ata se punoj, edhe ka bu promovimin e vlerave turistike, kulturore, historike të Shqipërisë.
Edhe ju e dini, prej Veriut e deri një 475 kilometër i ka vibra detare, i cila veç Norvegjia ja kalon. Këtë shteti është në deti. Prej Veriut dhe një. Tash kur e merr me kështu se sa kanale, sa gjizë, sa fjorde, sa ujdhesa, sa syjdhesa, sa ato i ka, o kështë atrakcion. Edhe bile është ende i pashpëzum. Tash, kur e ka me agencionin kombëtar, kur e ka promovu këto vlera, jeni të bindun, a i matë në mars, në fund të marsit, fillim prillit, me njerë kanë fillu gazetat ma prestigjioze me shkruhe që hap rrugë pastaj kanë shkruar që Shqipnia destinacion. Ma i pari, i dyti, i treti. I pari, i dyti, i treti, edhe kështu e kam rinë qatë vit, prej 2 milion, numri të turistëve është rritë në 10 milion. Edhe kjo nuk ka shansë me ra. Kur Shqipëria nuk mundet me ra ma pak se 12, 13, 14, e bile, me këtë projektin e madhë që pritet më bonë dërs, që është projekti gjigant, plus projekti Amerikan që pritet më bone në Sazan. Në Shqipni, ndoshta edhe na Kosovar kena me pas probleme, shku se ka fitu një farë standardi. Atë që i lartë, sa që ndoshta ka më ndiku edhe në gjipin tonë. Përveç promovimit që theksua se është shumë i rëndësishëm, paqja e rëndësishme vlerësohet se është edhe infrastruktura që të dërgën të këto atraksione turistike. Për shkak se kemi pasur plot raste para disa viteve në Shqipëri, ndoshta tash së fundmi ka përmirësime, atraksionet janë shumë të bukura, vendbanimet janë shumë të bukura, pjesë e detit janë shumë të bukura, për infrastruktura që të ka dërgu deri aty ka qenë shumë e varfër, shumë e dobët dhe kjo i ka shkaktuar pak nasit të turistë huaj, ndoshta që kanë mujt një herë me ardhë dhe me u largu herën tjetër. Edhe në kuadër promovimit, se dhe promovimit është politik. Shteti duhet me hartu politika. Politikën legislative, ku meret me regulore, me ligje, me strategji, me uzime administrative, shteti i bën ato. Për mja mundësu, me pënu ma letë biznesi. Dërsa, kjo pjesa tjetër është infrastruktura fizike. Për shumë, nuk duhet biznesi, jo vetëm në Kosovë, po ku duhet qoftë, a i duhet më hartu qësi politika sa që biznesi nuk duhet me shku me pagu për rrugë, me ndërtu rrugë. A dini se shumë biznesi me kilometra shtrujnë asfalt, për me ordi të biznesi tina. Ose qelin kanale për ujësjas, ose qelin për kablovik, ose qelin për rrymë. Logaritë sot më diskutu, në 2026 më diskutu problemi i rrymës. E që ke infrastruktura fizike, është politike shtetit, e cila duhet me amundësu biznesit, hotelire turistik, mu zhvillu, mu rrit, me përfitu turist, me përfitu tona, me amar tatimin, se shteti nuk është me denun biznesin, është vetëm me amar tatimin. Absolutisht, zoti Sogojeva i përmendi rëndësinë e panajireve ndërkombëtare dhe marrjen pjesë në to, siç ishte rasti i Berlinit. Si vjet do të mbahet një panajir ndërkombëtar në vendin tonë, nëse mund të na tregoni se kush do të marrë pjesë dhe cili është synimi nga ky panajir. Nëse më lejoni fillimisht me shtu diçka tek pjesa e akomodimit, është fat i mirë që në Kosovë kanë filluar që të vinë brende të sektorit hotelerisë me renome botërore, si që është Hiltoni, i cili do hapet brenda 2 muajsh, dhe është një diçka pozitive për vetë shtetin e Kosovës. Po ashtu tashmë kemi Sheratonin edhe Marriotin i cili është i hapon, dhe kjo është një diçka pozitive që investitorë strategjik në industrinë e hotelerisë po e shohin si potencial për të investuar Kosovë, dhe kjo është një lajm pozitiv dhe një imazh shumë i mirë i kësaj. Sa përket pjesës së promovimit, turizmit, Unioni i Turizmit Kosovës është kogja aktiv sa përket pjesës promovimit. Ne me datën 11-12 do marrim pjesë në panajirin ndërkombëtar të turizmit në Tiranë, ku do të promovojmë potencialet e turizmit Kosovës. Kemi një hapësirë atje rreth 36 metra katror. Po ashtu do të jemi në Suedi me datën 24, në Portugali kërkoj ndjes, ku do të bëjmë edhe atje një promovim turizmit Kosovës. Dhe pastaj vjen panajiri ndërkombëtar i turizmit, është edicioni 5 këtë vit, që do të organizohet nga Unioni i Turizmit Kosovës në mbështetje të Ministrisë Industrisë Ndërmarrësisë, KIES-së, Komunës Prishtinës dhe aktorëve të tjerë, dhe është njëri ndër eventet më të mëdha të turizmit në Kosovë.
Ne kemi filluar këtë para 5 vite me dikon 30 biznese që kanë marrë pjesë, me 4 shtete në Ballkan, ndërsa vitin e fundit patëm mbi 16 shtete të përfshira dhe mbi 340 biznese ekzibitore të cilat prezantojnë produktet e tyre. Kështu që me datën 17-18 prill do jetë ky aktivitet, edicioni 5, do jetë në Prishtina Mall, në një hapësirë mbi 3500 metra katror, në hapësirë të mbyllur, ku do të kenë mundësi të gjithë të promovojnë potencialet e tyre. Ne ju kemi bë apel të gjitha komunave që të vinë dhe t'i prezentojnë potencialet e tyre, njëkohësisht ju ndihmojnë bizneseve të atyre komunave me hapësirat e tyre që të promovojnë ato ofertat e tyre që kanë. Po ashtu do të kemë bizneset të industrisë turizmit nga minimumi rreth 16 shtete edhe këtë vit që do marrin pjesë. Po synojmë që të kemi 20 shtete, por si do që të jetë 16 veç tashme i kemi të konfirmuar dhe do të jetë njëri ndër eventet kryesore ku po shpresojmë që si ishte edhe vitin e kaluara, televizioni Dugazini do jetë sponzori medial i kësaj ngjarje më të madhe të turizmit në Kosovë. Marr parasysh praktikën nga edicionet e kaluara, kur dhe sa fillon të vrehet efekti i panajireve të tilla ndërkombëtare në për atraksione turistike në vend. Definitivisht, panajiret janë një piktakim ku krijojnë mundësi bashkëpunimi, takimi B2B, njohje dhe koordinim në mes të tur operatorëve që përpilojnë paketa turistike në mes veti. Kjo është një diçka shumë pozitive tek paketa turistike, kur dihet që Kosova tashmë është në disa paketa ballkanike dhe evropiane. Ne po punojmë që kjo paketë, kjo përfshirje të jetë sa më e madhe. Dhe sa më e madhe, sa më e gjerë që të jetë, atëherë numri i turistëve do të jetë në rritje sipër dhe kjo edhe nëse e shikojmë në bazë të statistikave të entit statistikor të Kosovës, i gjithë viti 2025 ka pas rritje të numrit të turistëve në Kosovë dhe kjo si rezultati punës që është bërë para disa viteve. Pra, efektet e promovimit turizmit Kosovës nuk vinë me njëherë, por vinë pas një viti e me tutje. Pra, për ata ne duhet shkojmë në atë mënyrën që çdo vjet ta promovojmë sa më mirë, ta promovojmë sa më profesionalisht dhe këto pastaj të japin efekte pozitive në vitet në vazhdim. Dhe kjo është ajo që ne duhet punojmë dhe për ata kemi kërkuar që Ministria e Turizmit do t'i zgjedhë këto problematika dhe do t'a shtyjë përpara qoftë politikat stimuluese, qoftë pjesën e promovimit dhe elementet të tjera përcjellëse të cilat do duhejmë patjetër siç janë sistemet ligjore, udhëzimet administrative e shumë gjëra të tjera, politikat të cilat ndikojnë direkt tek industria e turizmit. Andaj ne si Unioni kemi 3 aktivitete, domethënë brenda këtyre 3 muajve dhe po besoj që të trijat në fokus të veçantë kanë promovimin e turizmit Kosovës, si gjithmonë. Dhe kudo që shkojmë kemi shtandin jo me Unionin e Turizmit, por me Bishkrimin Kosova, ku mundohemi me mundësitë tona, me anëtarët tonë që ta promovojmë së më mirë potencialet e turizmit Kosovës, me qëllim që të tërheqim sa më shumë vizitor, por njëkohësisht të krijojmë mundësi për të gjithë turoperatorët e Kosovës që të kemë partneritet, bashkëpunim në mes të tyre dhe bizneseve ballkanike dhe evropiane që miren me industrinë e turizmit, me qëllim që Kosova të përfshihet sa më shumë në këto paketa ballkanike të cilat dhe evropiane, të cilat janë shumë të rëndësishme. Zoti Sogojeva, ju si od e hotelërisë dhe turizmit, na keni statistika sa i përket numrit të turistëve që kanë qenë në Kosovë gjatë vitit të kaluar, pse jo nëse keni edhe ndër vite? Na kemi statistika tona, por agencioni i statistikave është ai përgjithësi. Dhe nëse shqyrtojmë në përgjithësi në vite kështu, është edhe këtu një lajm i mirë që çdo vit kemi rritje të numrit të turistëve. Por duhet me theksu se target i turizmit tek ne është diaspora. Do thotë na pata nuk ka mundësi. Shpesh herë kjo shpreha turist, kush është turist, e janë ata turistë të huaja pata që vinë. Jo, në momentin kur ai vjen edhe çon vend banime 24 orë, do thotë ai llogaritet turist. Për neve nuk ka turist sepse është i joni, po megjithatë në rregullat profesionale të turizmit ai llogaritet turist. Dhe kemi një numër do thotë dikun çdo vit sillet 13 deri 25% numri i ndërsa odas, nasi od do thotë
Ne kemi këtë sistemin e outcomingut. Shumë agencione se shumë organizata që merren me promovime, shkojnë i promovojnë vendet të ndryshme të botës. Qa po ma promovon të Turqin, kur Turqia promovohet vetë. Absolutisht. Na duhet me promovu, kështu që ne, si UD, kemi marrë pjesë e kemi bo mos tradicionale, Panairin e Athin, e cili minimumi 70 biznese, që tash kemi 150 biznese, vitin e kalum për shtare, edhe Panair, na me biznese tona i promovujmë vlerat tona. Jo me ardhën me bizneset e uja me të promovu vlerat e veta. Na ato kanë mundësime, brandaj edhe këtu e kam një vritje profesionale, që nesër mas nesër shteti këso politika nuk duhet me bo. Na duhet me promovu vlerat tona. Vlerat tona. Për me promovu, për me qu turistat prej Kosovës, ti mund është me qu kur dush, se në cilën dush për faqe e mund është me po hotelet e mirat botës. I falenderoj shumë zoti Sogojeva dhe zoti Oti për prezencën në emisionin tonë dhe për diskutimin e një çështje kaq të rëndësishme për ekonominë e tonë. Faleminderit. Ndërsa ne të nderuar shikues, është koha